Kofsha pule në furrë me pure me patate për sot. Heje njerëz të bukur, si po kaloni. Si përgatit tani unë kofshat e pulës. Në fillim u hedh krip, piper të zi, rigon, turmeric, limon, mustard, u jep një shije fantastike, vaj ulliri, i fërkoj të gjitha bashkë, edhe do t'i vë në furrë që të piqen. Unë në këto kofshat e pulës i marr pa cip edhe pa kocka, se ja më duken më të shishme, nuk e di tani sa do të tjerat. I vendos në furrë që thoni, edhe tani do përgatit patatet për pure. Do t'i pastroj, do t'i pres, në kjo se janë shumë të mbëdha, dhe do t'i vë me ujë që të valojnë avash avash. Derisa të më valojnë patatet edhe që të bëhet pula, do pastroj një çik shtëpinë, kuptohet, e në që bëhen lart e poshtë sa gatuan 100 e ndalin, edhe të mbaroj do me thënë edhe enët, të gjitha punët, derisa të më bëhen patatet janë gati që shikoni, edhe do t'u kulloj një qik ujin e tepërt që kanë, do t'u hedh gjalp brënda, do t'i shtyp mire, unë i shtyp me këtë se nuk dua që t'i bëj shumë të mos kenë as edhe një copë brënda, se disa i vën edhe në mikser, mua nuk më pëlqen në mikser. Siç e pa t'u hodha dhe qumësht, t'u hodha pak krip edhe piper të zi, edhe pureja është gati, kofshat e pulës janë gati, si shikoni, shoqërova me brokolo. Edhe lule lakër. Ciao!